Dritë jeshile për projektin e parkimit të parë nëntoksor në qytetin e Vlorës. Punimet kanë nisur prej disa ditësh, ndërkohë është një projekt i cili cilësohet mjaft i rëndësishëm dhe që po ndërtohet pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Aktualisht puna është duke vijuar me heqjen e pemëve, të cilat në fakt do të vendosen në ambiente të tjera publike në qytetin bregdetar, ndërkohë që ky nuk është i pari dhe i vetmi parkim nëntoksor në qytetin e Vlorës, pasi shumë shpejt pas tij pritet të fillojë puna edhe për një tjetër parkim, i cili do të jetë në zonën e Lungomaras. Hapet drita jeshile për ndërtimin e parkimit të parë nëntoksor në Vlorë, ndërsa prej disa ditësh ka nisur tashmë edhe punimet në terren. Ky projekt është cilësuar si një nga ndërhyrjet të më të rëndësishme urbane për qytetin bregdetar, duke synuar përmirësimin e ndjeshëm të infrastrukturës dhe menaxhimit të trafikut. Aktualisht në zonën e sheshit para Universitetit Ismail Qemali, po zhvillohen punime përgatitore ku përfshihet edhe zhvendosja e pemëve ekzistuese, të cilat po transferohen në hapësira të tjera publike brenda e qytetit, duke ruajtur kështu gjelbërimin urban. Ndërtimi i parkimit nëntoksor në këtë zonë konsiderohet si një ndërhyrje jetike për të lehtësuar trafikun e rënduar, si dhe mungesën e vendeve të parkimit, veçanërisht në zonën e Skelës, por edhe në afërsi të sheshit të Pavarësisë. Projekti parashikon krijimin e rreth 245 vendeve parkimi për automjetet, çka pritet të ndikojë drejt për drejt në reduktimin e parkimeve të palishme, si dhe në përmirësimin e qarkullimit. Përveç funksionit praktik, projekti ka edhe një dimension estetik dhe social. Sipërfaqja mbi parkimin nëntoksor do të transformohet në një hapësirë moderne e rekreative për qytetarët dhe studentët, duke e krijuar një ambient më të gjelbër, funksional dhe tërheqës në zemër të qytetit. Ky parkim është pjesë e një plani më të gjerë zhvillimi, i cili po zbatohet nga Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Qëllimi është menaxhimi më i ri i fluksit të automjeteve, sidomos gjatë sezonit turistik, kur edhe qyteti përballet me një rritje të ndjeshme të vizitorëve. Në përfundim, ky investim pritet të sjellë një transformim të rëndësishëm për Vlorën, duke balancuar nevojat për infrastrukturë moderne me ruajtjen dhe përmirësimin e hapësirave publike për komunitetin.